Të parën pak. Kumbullat dhe dardhat i Han Edi Rama, të tjerëve ju hedh bishtat nga mbrapa. Tuneli Llogaras është kryekput. Një nga aktet madhore korruptive direkt të Edi Ramës. Lubi Balluku është thjesht masha e tij për realizimin e kësaj afere që ju ka kushtuar qytetarëve shqiptar, jo 50, por 90 milion euro më shumë se sa që ishte parashikuar. Është Rama dhe vetëm Edi Rama ai që ka përcaktuar anullimin e tendrit të parë, shpalljen e tendrit të dytë dhe shpalljen fitues të kompanisë turke me një shumë 50 milion më shtrejt se sa kompania që do të ndërtonte tunelin e Llogaras. Kompania e cila me përcaktim ligjor nuk mund të ishte nën kontraktor, sepse e kishin skontur, e kishin skontur nga tenderi. Edhe njëra aty ku ishim. Facebooku i fshirë i Edi Ramës dhe Lubi Ballukut nuk kanë më as Instagramet e tyre, fotot krenare me kompaninë turke, jem apo cila ishtë po, me 3 qershor 2021. Por ju lutem lexoni. Ditë plot produktivitet gjatë vizitës në Turqi. Shkruan Sultanesha, emrin gjajni vetë. Takime me kompanitë e ekselencës në fushën e teknologjisë dhe infrastrukturës për të implementuar pjesë të rëndësishme të programit zhvillimor. Ja pra ku janë, në Ankara, në pazare, po që kur ato nuk mund t'i bënte Lubia, ato i bënte vetëm sultani. Ky hajdut i shpifur, më i keqi, më i madhin historinë e kombit shqiptar, që përpiqet tani nëpërmjet altoparlantëve të tij të justifikohet se 50 milion euro të qytetarëve shqiptar i bëri kurban si detyrim ndaj presidentit Erdogan për apartamentet që ndërtojnë në Laç dhe që duhet shprehur mirënjohja. E kuptoni ju? E kuptoni që kjo është hajdut ndërkombëtar, nuk kuptoni se dëshmohet një hajdut ndërkombëtar? E vërteta është se
duke ngritur akuzën në minimumet e ligjit, prokurori nxori lakuriq para shqiptarëve Edi Ramën. Ja pra ku janë. Ja ku është bërë dili. Ja ku po studion kontratën. Ja, sultanë. Me sultaneshën. Dhe ka patrupsi dhe paftyrsin të shkruaj se kisha e bëra si detyrim ndaj apartamenteve. Asnjë lidhje. Asnjë lidhje. Ato ishin dhuratë të takspaguesve turk, për të cilë shqiptarët janë mirënjohës. 1.400.000 euro janë ndihmë gjermane nga 87 gjerë sot. 1 miliard, më falë, 1 miliard. Mbi 1 miliard janë ndihmë italiane, por nuk ka ndodhur kur. Po, miku të parterit i bën një favor, po jo në kurriz të parave të takspaguesve tu. Dhe jam i sigurt që s'ka asnjë lidhje. Janë që të gjitha të vjedhura nga Edi Rama dhe bishtat e darrave nga Lubi Balluku. E thot ajo. Ajo duke pas se ky është një disgraciato, e qunë mesazhin e saj pallosh i gjatë. Një denigrim total, imagjinoni, zëvendës kryeministri a kryeministrit. Kjo është gjuma që përdoret në qeveri të dashur qytetar. Sepse ajo ka pa, saj s'ka as kod as moral, po vetëm të vjedhi. Dhe i ka zhytur ata në krime. Në qoftë se s'do të nërhyjnë të aju, Lubia nuk do mund të imagjinonte, jo të nëmirte, por nuk do mund të imagjinonte të firmoste për 50 milion euro, që në fakt kanë shkuar 80-90 tani, sepse është dyfishua kjo shumë më vonë, më shtrejt. Pra tuneli nuk ka kushtuar 180, por tuneli ka kushtuar të paktën 220 deri 230 milion euro. Ta dinë shqiptarët këtë. Ja pra. E kanë hequr të dy nga Facebooku. Me vrap. Të kesh këtu këtë dyshën. Dhe të thuash se i ka vjedh Lubia, mashtron veten. Po merrni pak gjokën ju. Me gjoka është sponsori kryesor dhe krenar i Olsi Rams. Ju e dini këtë. Ata nuk e fshehin të, e ekspozojnë kudo. Prandaj edhe gjoka u lejua në kundërshtim me ligjin e prokurimëve, po këta s'kan ligj as moral. U lejua në kundërshtim me ligjin e prokurimëve, pasi nuk u shpall fitues në tender, të jetë nën kontraktor. Ta ndërtoj tunelin, por natyrisht 50 milion euro, ti marrë Rama, dhe ca thërrime, disa milion,
ti ndaj dhe me Lubin. E njëjta kompani turke është kompania e aeroportit të Vlorës. Përpiqet ta mbyllë për aeroporti Vlorës për qytetar shqiptar është akoma me i rënd për taks paguesit se sa tuneli Llogaras. Sepse aeroporti Vlorës, Edi Rama ka firmosur kontratën që do i paguaj vetes tij, Gjoja Pacollit, 140 milion euro 10 vite para për biletat mungura. Ka krim më të shëmtuar se kjo. Në një kohë kur aeroporti për 10 vite para mund të ndërtohej me 1/3 e kapacitetit të sotëm. Dhe qytetarët shqiptarët mos pagurin asnjë bilet, as kërkujt. Dhe po të shtoheshin pasagerët, do shtohej siç e njëjta praktikë që është ndjek me aeroportin e Tiranës. Pra, të dashur qytetarë dhe qytetare, unë mendoj se duke ngritur akuzën ndaj Belinda Ballukut, prokurori i çështjes ka ngritur akuzë ose ju ka autorizuar ju të ngreni akuzën më të fuqishme ndaj Edi Ramës. Ai, jemi të sinqert, nuk i mjaftuar me Elvis Berberin, as me Gjylin, as me Myzyrin. Jo. Ai shkoi, apo Yzeri që ky drejtor, Myzyri, koincidencë. S'po shkoj më tutje. Pra, me asnjërin prej tyre, nuk u mjaftua. Shkoj tek Sultanesha, tek Luvia, për t'i thënë çdo shqiptari se ky është Edi Rama. Se Lubia me fustan është Edi Rama. Burreci që i fshihet pas fustaneve të grave. Se qarë nuk do të alëshoj gojnë. Turp. E ka urdhruar, s'mund bëtë kur zëvendësi dillin 50 milion. Dilli është kryekëputje e Edi Ramës. Ndaj qytetar, gjithçka është e qartë para jush. Është fjala juaj. Është vullneti juaj. Por t'i dhanë vërdiktin përfundimtar këtij hajduti që kombi nuk e ka patur në gjithë historinë e tij. Jo, gjerë këtu, pra, akta akuza lexon Belinda Balluku, por në fakt, moral, në germ dhe në çdo gjë është kundër Ramaduros, kundër Edi Ramës. Partia Demokratike do ngrihet të tëra. Ky shtet, që në pamje të parë, ky narkoshtet po shkërmoqet çdo ditë, jo qytetar të dashur. Ky po vjedh ju çdo ditë. Në qoftë se zgrihemi, ke njëri vjen tjetri, dhe ju do vjedhni gjithnjë më shumë. Rruga e vetme është të ngrihemi.
t'i japim durët këtij regjimi që s'ka kushtetut, s'ka kod, s'ka moral, por që vjedh në mënyrë të tmerrshme paratë e taksave tuaja. Tjetër, Edi Rama ka firmosur, jo vetëm ka firmosur, por ka shtuar fondin me 150 milion lek për studimin e fizibilitetit të tunelit Llogaras. Shtesë e ka marrë nga fondi rezervi i Këshillit të Ministrave. Emri i Jakut. Tjetër. Pas kthimit nga Turqia, dhe pasi anulluan tendrin, pasi kthimit nga Turqia anulluan tendrin, shpallën tendrin përsëri me datën 24 qershor 2021. Me 3 qershor ishin në Ankara. Fundi i dorëzimit dokumentave ishte data 28/7/2021. Leja zhvillimit është firmosur pa u firmosur fituesi i tendrit, 14 ditë përpara, gjithçka e paracaktuar, gjithçka e rakorduar. Leja zhvillimit është firmosur me datën 13/7/2021. Ktheje pak dhe një ratë tjetër. 24/6 ishte edhe një kthe leje e zhvillimit. Jo, është citimi është gabim, është 2014. Kjo leje zhvillimi pra vendim numër. Pra është para se të shpallet fituesi, para datës shpallet, jo tendrit po fituesi. Me një fjalë ka qenë i përcaktuar. Ka qenë 13, ndërkohë kur fituesi shpallen me 28/7. Tjetër. E qartë. Ka do tjetër? Ku është? Leja ndërtimit. Jo. Po. Leja ndërtimit. Nuk është kjo. Sa është dokumenti? Dokumentin në cilin këta kanë firmosur 2025. Është 2025, a ky është? Atër çoj pak. Po, më fal, ja. Leja e ndërtimit, kjo është famozja dhe Lajla Roka, është firmos me 28/5/2025. Shikoni një kryeministër që shkon në theth edhe i prish shtëpinë e ndërtuar në tokën e tij tjetrit, se ke ndërtuar pa leje. Ndërkohë, ndërton objektin 220 milion euro pa leje dhe firmos lejen e ndërtimit me 28/5/2025. A mund të imagjinoni ju
ky është narkoshtet, ku ligjet, kushtetuta nuk kanë asnjë vlerë. Ku ai ka moral në ati, që thot, bëj çfarë duhet, dhe s'më duhet asgjë që bëj unë, ka moral në ati, që burgos tjertë për leje ndërtimi. Në tokën e tyre, kurse vetë, objekte me 220 milion euro i ndërton pa leje ndërtimi. Tani më thoni ju mua, leje ndërtimit e ka Lubia, apo e ka Edi Rama? Kush i ka leje të ndërtimit? Nuk jam këtu për t'i bërë asnjë lloj avokatije se ju e dini qëllimin tim ndaj saj. Por ajo është një rahmetlie tani. Po. Hajduti i vërtetit të gjithë kësaj afere i aeroportit Vlorës dhe tjera që do shohim është Edi Rama. Pyetje. Zoti Berisha, a mendoni se do flasë Belinda Balluku edhe për inkriminimin e Ramës ashtu siç e ka akuzoni ju në këtë aferë dhe në afera të tjera? Ka pasur lajme që qarkullojnë në media për një shkarkim të mundshëm të Ballukut, ndërkohë që nuk ka ndodhur deri më tani. Tani gosipi thot shumë. Por çfarë tregon praktika? Gosipi thot se Gjushi i tha Ramës për 3 ditë të marrë me vete, po më arrestove. E vërtet. Lefter Koka ju drejtua duke i thënë vrimën e miu do të gjesh. Lali Vjellsi të dola borxhi. Tani rradha ime. Këto janë të vërteta. Lubia i ka thënë që mos mendo se jam ai qurravec i bashkisë, unë të marrë me vete. Madje thonë se të njëjtën gjë i ka thënë dhe prokurorit dhe këtij, se me shef me rroba grash, po unë vishem si burrat. Rikthehet tek gjyshi i saj serial killer, kur ka qenë Beqiri, në fakt. Vishem si burra, tek instinkti. Të gjitha këto janë faktu, praktika ka treguar se këta kanë shkuar që të gjithë aty ku e meritojnë, dhe këti nuk kanë arritur, por këti do t'jenë qytetar që do i bëjnë gjyqin. Do i bëjnë. Në këtë rast, të jemi sinqert, prokurori ja shqeu derën e Edi Ramës. Ky është. Është ky. Unë po them Lubi këtu, po në të vërtetë është Rama. U takon qytetarëve tani. Të jemi realistë se këto janë gjëra që kur nuk mund të ndodhin veçse me diktimin e Ramës, ndryshe asnjëri s'mund t'i bënte. Nuk kam atë të thotë se unë s'kontrolloj këtë, s'kontrolloj atë. Kjo është vetëm këtu. Ku është? Ja më kush. Është tu mbi 50 milion euro. Hajduti. 120 milion euro, 130 milion euro djegësi i Tiranës. A e morët vesh ju që dje shpallën falimentimin e strategjisë së djegësave. Pasi i shpenzuar qytetarëve shqiptar 400 milion euro me dherat, me llamarinat e Firit dhe të Elbasanit,
Dhe për to s'ka njëri të dënuar për korupcion, sepse është Edi Rama. Është Edi Rama. Por në qoftë se Erion Veliaj nuk mund themi se ishte këmisha Edi Ramës, për Lubin pak është të thënë këmisha. Këmisha dhe më shumë se këmisha e ti. Kështu që tek Lubia s'ka ku shko. Është vetë Edi Rama. Zoti Berisha, pas vendimit të gjykatës kushtetuese që lë në fuqi si kryebashkiak të Tiranës zotin Erion Veliaj, ka pasur një reagim sot nga ana e kryeministrit Edi Rama, i cili thotë se tashmë u vërtetua se gjykata kushtetuese nuk është e kapur prej tij dhe kërkon që t'i hapet rruga edhe lirimit nga qelia të zotit Veliaj, pasi mbajtja në paraburgim i bën dëm qytetarëve të Tiranës. Keni një koment për këtë reagim? Faleminderit. Pavarësisht nga komentet e ndryshme që bëjnë, edhe që i kam dëgjuar, unë do të qëndrimin tim është ky, ata gjykatës që votuan kundër dekretit të presidentit dhe vendimit të Këshillit të Ministrave, ata respektuan, zbatuan parimin ndërkombëtar të shprehur shumë qartë nga Komisioni i Venecias. Ata tjerë thonë se i nxiti ky, nxiti, nuk më... Ata kanë votuar në përputhje me atë direktiv. Edi Rama thot ta nxjerrin nga burgu, po e dëgjuat ju. Ai kishte caktuar atij regjimin e serial killerit. Në qeli, thot Erion Veliaj, u trajtova në regjimin e vrasësit serial. Tani unë nuk duhet hy në enigma, po këtu të ju kam deklaruar, ju kam informuar publikun dhe ju, se rreth 2 ose 3 javë më parë, në ora 11 të natës, Erion Veliaj e la qelin, dhe kjo është 100% e sigurt. Variantet se ku shkojnë janë të ndryshme. Për asnjërin prej tyre nuk mund të them se cili është. Ndaj dhe citimi i tyre është i pavlerë. Ishte në Surrel, ishte këtu, ishte... Nuk e di se ku ishte. Them hapta, se po ta dija them. Po atë që di 100%, di që e la qelin dhe nuk shkojnë në spital. Këto të dyja i di. Për tjerat, nuk mund të them. Ndaj dhe në këto kushte, se çfarë zhvillohet brenda tyre është vështirë ta gjesh. Velia i tha që me grabites si farka, si ato ushtria e drogës, ushtria e drogës Kolumbisë. Zoti Berisha, kam 2 pyetje. Ditën e djeshme u zbulua se Partia Demokratike ka paguar 1.4 milion euro se dollar për Kris Laçivita dhe ekipin e tij të fushatimit. Një parti opozitare e cila ka 12 vite në opozit, si le ta themi justifikon këto para të derdhura vetëm për një kontratë? Dhe e dyta, a ja vleti kjo pagesë për Kris Laçivita? Së pari, ju dhe çdo shqiptar mësuat dje se shifra e paguar ishte 14 herë më vogël nga ajo që shpalli Edi Rama dhe
makineria e tij mashtrimit. Në rast se shkoni në mars të këtij viti, do të gjeni shifrat 22 milion e me radhë. Dhe ju e pat, dhe shqiptarët e panë, se kjo shifër ishte jo 10, por 15 herë më e ulët. 15 herë. Pra, tullumbacja skandalit të tyre u çfry dhe atyre u ngeli mashtrimi në dorë. Mashtrimi në dorë. Kjo ekipi i La Civita, pa diskutim ekipi më serioz i botës. Me eksperiencën më të jashtëzakonshme. Por dhe bëri më të mirën e mundshme. Dha një ndihmë jashtëzakonisht të çmuar. Organizoi një fushat që shqiptarët se kishin parë kur më parë. Por ekipi i tyre nuk ishte përgjegjës për diktaturën autoritare të vendosur në Shqipëri nga Edi Rama. Jo. Me që jam këtu dhe më bërnë këte pyetje, unë shtoj disa pyetje, jo për ju vetëm, për çdo qytetar shqiptar. Cili do ishte rezultati zgjedhjeve të 11 majit, në rast se në kundërshtim flagrant me parimet ndërkombëtare të demokracisë dhe pluralizmit, Edi Rama nuk do të arrestonte në vitin elektoral dhe të ndiqte penalisht liderët e 3 partive kryesore opozitare. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se Edi Rama, duke shkelur 4530 herë ligjin e vendit, nuk do organizonte 4530 evente, siç thon raportet ndërkombëtare, për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në rast se Edi Rama nuk do të përdorte të gjitha rezervat, burimet e qeverisë në fushat elektorale, duke shkelmuar parimin më themelor të zgjedhjeve, parimin e barazisë, duke krijuar një fushë krejt të barabartë. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve 11 maj? Në rast se Edi Rama pikërisht duke shkel këtë parim, nuk do shpërndante për çdo pensionist 100 euro. Më thoni pak. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 maj? Në qoftë se Edi Rama nuk do shpërndante 200 milion euro për fermerët kundrejt vetëm 32 milion euro që shpërndahen në vitin e zakonshëm. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se nuk do faleshin 200 milion gjoba dhe kamata? Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se nuk do hipeshin qindra dhe dhjetra mira, leje ndërtimi, leje legalizimi dhe leje të tjera?
Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve 12 maj në qoftë se nuk do të bëshin? Mbi 10.000 punësime të përkohshme për qëllime elektorale. Cili do ishte? Çdo qytetar të pyes veten. Rezultati i zgjedhjeve 12 maj në qoftë se nuk do hipeshin? Licenca për të mbjellë kanabis në 28.000 hektar në mbarvendin kundrejt 200 hektarëve që lejon ligji. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve në qoftë se kartelet e drogës të Suel Çels, Fatmir Toprin, të bajrëve të tjerëve me radhë në mbarë Shqipëri nuk do nxirrin harxharët e krimit dhe milionat e eurove të krimit për të rëmbyer vota. Aq sa Michael Gahler deklaroi në Parlamentin Evropian se në Shqipëri krimi organizuar nuk lejon rotacionin. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve 11 maj në qoftë se 90% të mediave nuk do të këndonin melodinë e qeverisë dhe artikujt, editorialet dhe lajmet nuk do të dystonin me qeverinë. Ja pra. Janë të gjitha këto që si vitatim i konstatoj, i pa me sy, por këto s'janë asnjëtës lasivitas. Janë të gjitha të raporteve ndërkombëtare të vëzhguesve të zgjedhjeve, cilë konkluduan se Shqipëri duhet të ndahet partia nga shteti. Imagjino tani. Domethënë, në Shqipëri partia dhe shteti janë një, nuk ka zgjedhje, ka fars. Prandaj betejë vazhdon. Kjo është një betejë në vazhdim. Ka patur një zotim solemn toni, do të mbrojmë votën. Dhe ne kemi mbrojtë votën. Në mënyrën tonë, ne nuk kemi gorila, dhe nuk e mbrojmë me armë, por ne kemi, ne një parti demokratike, metodat paqësore, por ato, ata avokatrit e narkoshtetit e kyçën gojnë. Nuk flasin dot më. As për standarde, as për kështu, as për ashtu. Zgjedhje kompetitive shkruan aty. Po, e di do të kompetitive dashur qytetar, do të thotë që ka pas shumë kandidatura. Sepse pluralizmin, diktaturat autokratike, sepse diktatura autokratike e pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin. Kjo është e gjithë, ndaj dhe në këtë rast, shpreh falënderimin tim qeverisë Shteteve të Bashkuara që nuk e uroj Edi Ramën, mbasi zgjedhjet fitoria e tij është kalp, zgjedhjet nuk ishin të lira dhe të ndershme. U përket qytetarëve tani të flasin, absolutisht kam besim më të pakufishëm se shqiptarët do të flasin. Dhe një pyetje tjetër, po ditën e djeshme, drejtuesi politik i qarkut të Vlorës, Bujar Leskaj, ka njoftuar se ka paraqitur pranë jush, madje prej muajit maj, dorëheqje nga ky post, dhe njoftimin e bën vetëm pak ditë para zgjedhjeve të pjesshme lokale në Vlorë. A i keni pranuar ju dorëheqjen e Leskajt dhe a i keni lexuar ju këshillat e tij, një prej të cilave edhe largimin e gjithë drejtuesve politik që rezultuan humbës në zgjedhjet e 11 majit. Faleminderit. Tani, e vërtet është ajo, Bujar Leskaj ka ardhur më ka dhënë dorëheqjen dhe unë ja pranoj dorëheqjen atij si drejtues qarku. Nuk kam ndonjë koment tjetër, gjërsa ai e ka bërë publike, unë vlerësoj dorëheqjen e tij dhe kaq mund të them. Sugjerimi i tij është sugjerimi i tij, por si hap, unë këtë deklaroj. Zoti Berisha, për të rikthyer sërish tek raporti. Por ai do jap kontribut në PD, natyrisht jo si drejtues qarku. Zoti Berisha, për të rikthyer sërish te raporti që keni dorëzuar në KQZ, ne ende nuk morëm një përgjigje nëse ju e vlerësoni si investim të gabuar pagesën që i keni bërë strategut Kris Lasivita, i cili
Në fakt kishte premtuar që do bënte mrekullin për Partinë Demokratike, por me sa duket rezultoi në fund që mrekullin e ka bërë për xhepat e tij, pasi ka marrë 1.6 milion dollar. Ndërkohë ju thatë për mos ju cituar gabim që kjo shifër ishte bërë publike më parë edhe nga kundërshtari politik. Në fakt shifra deri ditën e djeshme ka qenë mister për gjithë, madje edhe për ne gazetarët. Pyetja ime është, pasi po hidhja një sy edhe raporteve të shpenzimeve, dhe rezulton që Partia Demokratike ka shpenzuar në fushat 2/3 e parave të Partisë Socialiste. Si ka mundësi? Kjo, a ka shaka Bazuar në raportet që ju keni më të madhe se jo. Mirë ata që mund të kenë raportuar kështu, po ju duhet të qeshni nga kjo. Do shkojmë, do ngarkoj një njeri, bashkë me ju të shkoni. Unë të garantoj që të paktën 5 milion lubia në firë nuk është nda. Vetëm lubia. Vetëm lubia. Por ka i gjë, ne raportojmë shifrat vërteta, ata mashtrojnë, se i kanë të tyre. Ka gjë më të turpshme se kjo? Të gjithë, më falë, jo një minutë, jo do vjur, po. Të gjithë drejtorët, me radhë, me makina, me sekretare, me të gjithë kanë qenë fushat. Po disa kushton dita. Kanë qenë 3 muaj në fushat. Pra, plus vetëm lubia ka minimumi 5 milion në qark, minimumi. Pa llogarit sa ka shpenzuar për llogarit lubis, Arbeqimja, Renato Salihi dhe hakmarja për drejtësi, pa llogarit ato. Që i kishte si ushtar me vete lubia. Do më thënë, kur shef shifra, të pa krahasueshmet, mos i krahaso. Ne kemi treguar të vërtetën, aq kemi shpenzuar. Një pikë sa që thanë në KQZ. Tjerat janë blofe. U tha 22 milion, lexoni çfarë thanë fillim. Edi Rama për propagandën e tij. Kjo është. Pra, nuk kanë gjë të vërteta ato ja vleti 100 herë ja vleti. Ja vleti sepse ata njerëz me një eksperiencë të jashtëzakonshme u angazhuan dhe në trajnime, në instruksione të parime dhe vlera konservatore të rit, të kandidatët dhe me radhë. Pra ishte një shkollë vërtet e konservatorizmit prania e tyre këtu. Ja vleti shumë, sepse një eksperiencë e jashtëzakonshme ata arritën të formsojnë, të paraqesin shqiptarëve fushatën më të bukur, që ata kanë pa ndonjëherë. Ja vleti shumë, sepse ata panë se një kukull e Sorosit, një narkos i ngjashëm me Maduron, na i quhet Ramaduron mediat amerikane apo me Noriegën, nuk respekton asnjë parim, asnjë princip, asnjë ligj kombëtar ndërkombëtar të zgjedhjeve të lira. Ja pra, ja vleti. Me sa po kuptoj, ju po hamëndsoni se Partia Socialiste ka bërë deklarim të rem në KQZ dhe këtë do zbuloj auditi. Po, a ka njëri në botë që beson atë? Atëherë, referuar sërish raporteve që janë depozituar në KQZ, rezulton se Partia e Lirisë ka deklaruar se i ka dhënë Partisë Demokratike për fushat rreth 70.000 euro, ndërkohë Partia Demokratike ka deklaruar se i ka marrë 150.000 euro. Pra, rezulton që kanë mos përputhje shifrash. Këto, unë nuk jam marrë me asnjë euro dhe mund të ketë deklarata të gabura, mund të ketë gabime në deklarime dhe korrigjohen, por kjo nuk ndryshon asgjë prej gjëje. Kjo s'ndryshon. Kemi qenë një koalicion dhe natyrisht në këtë koalicion Partia Demokratike ka qenë
shareholder kryesor dhe sigurisht ka përballues kryesor në shpenzime, por partitë e tjera aleate kanë kontribuar në mënyrat e tyre. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Për rreth një vit opozita ka zhvilluar protesta përpara Bashkisë Tiranës kur kërkonte dorëheqjen e Erion Veliajt dhe përballjen e tij hetimin për aferën e incineratorëve 5D e të tjerë. Ndërkohë që për atë që ju e konsideroni si hajdutja më e madhe e Shqipërisë në 100 vite, Belinda Balluku, opozita nuk ka një protestë të organizuar kundër saj. Pse Partia Demokratike nuk organizon apo nuk ka menduar për të mbajtur protesta në për të kërkuar hetim, për të kundërshtuar, duke qenë se vetë opozita socialiste para e 2011-s për blloqet e Ilir Metës ka organizuar protesta mjaft forta. Ju garantoj se protesta shumë të fuqishme do të organizohen, por protestat do të organizohen për hajdutin kryesor numër 1 të kombit të gjitha kohrave. Se tani qesharak nuk bëhemi ne. Të themi se tunelin 50 milion i kemi prej kësaj. Ja ku është autori. Ja ku është autori. Kështu që ne do organizojmë protesta dhe shumë të fuqishme dhe hajduti me i madhi shqiptarve nuk do ndahet kur qytetarë do ndahen kur gjersat e japin vendin që meriton. Pra, edhe njerë. Osman, nuk ka njeri të drejtë të ndershëm, që mund të mohoj se kjo aferë është një joint aferë. Ku aksionet në këtë aferë janë si mas pozicioneve. Aksionet kryesore i ka kreu i narkoshtetit. Po ju qëndruat një vit përpara Bashkisë Tiranës, pra incineratorin e ka bërë Rama apo e ka bërë Veliaj? Jo, e ka bërë absolutisht Edi Rama. E ka bërë Edi Rama. Por, si të din ti, për incineratorin ka vetëm 2 drejtor bashkie të burgosur dhe asnjë zyrtar tjetër dhe të akuzuar ka Arben Ahmetaj për plakat e banjos të ish bashkëshortës tij. Nuk guxoj. Skapi të hap të merret me incineratorin e Tiranës si akt madhor korruptiv, sepse ishte direkt e Dirama. Nuk e hapi. Kurse këtu e hapi. Pse? Pse e hapi? Ju i dini vetë, se ju keni informacion të gjithë tani jam topi. Këtu faktet ishin përvluese. Palloshi gjatë, palloshi ky, palloshi aty ishin gjithçka. Gjithçka në SMS, gjithçka në konto, ishte çdo gjë. Kemi realisht. Dhe prokurori mori kurajon. Të godas Lubin. Mirë, për çdo shqiptar është ai përgjegjësi kryesor. Dhe shqiptar do godasin atë. Nuk mund ta lësojmë atë. Ja, nuk e lësoj. Ai është. Le ta thot kush don. Dhe kur të bëjmë protesta për incineratorin, do bëjmë për Edi Ramën. E ke drejtë. Pra, fillon dimri, historia e dimrit me Edi Ramën. Do të ketë një dimër të fortë. Edhe ne do ja bëjmë edhe më të fortë. Akuzat që ju keni drejtuar ndaj Belinda Ballukut nuk lidhen vetëm me tunelin e Vlorës, por me akuzat që ju deklaroni se ka një dëm shumë të madh ekonomik për
shitjen e energjisë elektrike, për rrugët në për Shqipëri, pra ju, unë po i kthem dhe njëherë, keni etiketuar si hajdutja më e madhe 100 vite shtet shqiptar, 100 e ca vite. Mos ngatro gjinin. Atëherë E gjinis femrore. Okay, E gjinis femrore. femrore. Po, atëherë si mundet që opozita e një vendi nuk bën një protestë si kundër simbolike kundër saj dhe për të vazhduar. Sepse do bëjmë kundër atij që është më i madh se kjo. Kur zoti Berisha se keni 4 vite që deklaroni do nisin protestat pafundme, më të fuqishme që ka parë vendi. Mirë, dakord. Ajo qëndron që ka patur shtyrje të tyre, po do filloj, të garantoj që do filloj. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Ka një kohë shumë shpejt. Mos e duhet ta vlerësoni siç ja u them. Do filloj. Zoti Berisha. Nuk duhet hy unë ma në... U bën protestat kundër Jon Velis, kjo çon të njerëz nga zyrat e veta për të përlyer protestat. Nëse shkojmë në protesta aty, Eliza nxjerr gjysmë e Ministrisë Jashtme. Jo, s'ta duhet këtë. Jo, semi në ata. Nuk do të nxjerrin gështerat me durë tona kush. Ne do e kapim djallin për brirësh. Edhe ajo është i pari Edi Rama. Çdo nonagram energji që do shpenzojmë, do të godasim atë, tani jemi të qartë. Ja. Ai që do të thotë në këtë rast se është kjo përgjegjësia kryesore, ai mashtron veten. Nuk është kjo. Ka smerëm tani. Rruga është e shtruar, dera është e hapur, jam i bindur se shqiptarët, ky do i kërkohet dorëheqja këtij. Pa diskutim. Po ky dorëheqje s'jep kurrë, se ky i din krimet e tmerrshme që ka kryer. 2 vetë nuk japin dorëheqje kurrë. Ky dhe Altin Dumani, po ati i përfundon afati. Se dhe ai ushtruan e vegël të verb të tij kundër pluralizmit dhe votës shqiptarëve. Zoti Berisha, sot pritet të publikohet raport progresi i Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Sipas jush, ai plotëson Shqipëria standardet në rrugëtimin e saj europian dhe ai cënon këtë proces mungesa e standardeve zgjedhore, të cilat ju sapo i parashtruat? Së pari, raportin duhet ta lexojmë, ta shohim që të bëjmë vlerësime për te. Por qëndrimi ynë është ky. Përveç kriterit gjeostrategjik, Shqipëria në mënyrë absolute nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Ne kemi bërë të pamundurën të informojmë institucione të Bashkimit Evropian në mënyrë të veçantë Parlamentin. Por edhe përfaqësues të ambasadave dhe të vendeve partnere për zhvillimet në Shqipëri. Ky është një proces jo i lehtë për një opozit. Por kemi arritur 4 rezoluta ndërkombëtare, të cilat janë pothuaj identike me raportin e OSBE-Odirit. Cili do që lexon rezolutat dhe lexon raportin e OSBE-Odirit, shef një ngjashmëri shumë të madhe midis tyre. Pra, mirë po, ka përsëri mbrojtës të narkoregjimit, ka të tjerë që janë kritik ndaj meje sepse unë denancoj narkoshtetin, po unë denancoj një të vërtet madhe që po shkatron kombin tim dhe vendin tim. Kurse ata që mbrojnë, e tregova dhe dje historinë e Donald Lux. E tregova. Nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm vazhdojnë atë linjë.
linjë xhepi komplet që ta dinë shqiptarët, linjë korruptive. Se të injorosh narkoshtetin, në një kohë kur dokumenta zyrtare faktojnë se vetëm Franz Çopja ka qarkulluar miliarda euro. Në një kohë kur euro dhe dollar janë të zhvlerësuar me 30-35%. Në një kohë kur eksportet bien nga viti në vit me rënje dyshifrore. Prodhimi industrial bien nga viti në vit, prodhimi bujqësor bien nga viti në vit. Dhe shqiptarët ikin dhe vetëm ikin se u shkatërrohen vendet e punës. Në një kohë kur këta zotëri kërkojnë të mbulojnë diellin me shosh, të mbulojnë kullat e drogës dhe korrupsionit me fraza boshe. Edhe kjo, ne kemi durim. E vazhdojmë betejën tonë informative, informojmë, dhe kemi bindje të plot se këto gradualisht do realizohen. Zoti Berisha, Isa Mizyra nga Ora News. Para pak minutash ka vdekur ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney, që ju keni pasur mundësi të atakoni gjatë kohës që keni shërbyer si kryeministër. Madje jeni përfolur dhe për disa dhurata të shtrejta që keni bërë atij. Keni një koment për vdekjen e tij, por dhe për marrëdhënien tuaj me të? Asnjëherë ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje. I përjetshëm kujtimi i tij. Zëvendës presidenti Dick Cheney ishte një mik i shqur i Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe mbështeti presidentin Bush në vendimin e tij për pavarësinë e Shqipërisë. Lidhur me dhuratat e çmuara, të garantoj që s'kam bërë kur dhuratë të çmuar kujt. Vetëm ka çmime. Ju tregoj një episod. Në vitin 92 unë jam prit në Buckingham Palace. Unë mora një si dhuratë për mbretëreshën Elizabeth, mora një shpatë të qëndisur me artizanat në pazarin artizanal të Krujës. Ajo kushton të gjithë sejt në atë kohë me atë dolar të asaj kohë $90. E dërgova, e mora shpatën vete dhe ja dhurova mbretëresh, ishte vështirë të gjejë gjëra për dhuratë. Një deputet laborist komunist ekstremist, ngriti një komision hetimor parlamentar duke mashtruar se unë mora një shpatë me gur të çmuar, ato ishin qelqe jeshile, në muzeun kombëtar dhe i solla mbretëreshës Elizabeth një shpatë të marrur nga muzeu kombëtar. Pra unë nuk kam bërë dhurata të çmuara, kam patur ato kufizimet ligjore, aq sa lejojnë, aq i kam bërë. Por ai ishte një zëvendës presidenti i nderuar që mbështeti pavarësinë e Kosovës. Faleminderit.